Rikthehemi në studio dhe në këtë episod të veçantë kemi kënaqësinë të presim një figurë të shquar që ka lënë gjurmë në botën diplomatike dhe sportive, ndërsa është edhe një sportist i jashtëzakonshëm. Marin Meksi është një emër që mëshiron në disiplinën, vendosshmërinë dhe suksesin në dy fusha krejt të ndryshme, por thelbësore për shoqërinë. Si diplomat, ai ka ndihmuar në ndërtimin e marrëdhënieve të rëndësishme ndërkombëtare, ndërsa si sportist ka sfiduar kufit e mundësive dhe ka përfaqësuar me dinjitet vendin e tij. Por si arriti ai të balancojë këto dy botë, cilat ishin sfidat dhe momentet e tij më të vështira, dhe mbi të gjitha, çfarë mesazhi ka për të rinë sot? Në lidhje të drejtë për drejtë e kemi sot edhe Marin Meksi, i cili vjen me lidhjen Skype për të na treguar për të gjitha informacionet që ne kemi për të. Faleminderit shumë që pranuat ftesën tonë, zotrim Marin. Përshëndetje, faleminderit ju për ftesën, është gjithmonë kënaqësi. Atëherë, siç e potencova, jeni një personazh me të vërtetë shumë dimensional, por me një karrierë me të vërtetë të fuqishme. Jeni sportist bodybuildingu plot 27 vite, po ashtu merreni edhe me diplomaci plot 18 vite. Më tregoni pak më shumë si i balanconi këto dy bota kaq të ndryshme, mirë po njëkohësisht dua të di edhe si e komentoni rrugtimin tuaj. Në fakt duket si dy botë të cilat nuk gjejnë shpeshherë lidhje dhe ndërthurje me njëra tjetrën, por nga krahu tjetër unë që shikoj në praktikën e përditshme janë shumë të lidhura. Vetë diplomacia është arti më i lartë, si të quaj, i politikës, i përfaqësimit më të denjtë të vendit tënd, të vlerave më të mira të vendit tënd, por dhe ta gjithë asistencës ndaj bashkëdhetarëve të tu. Sigurisht sporti bodybuildingut është baza e çdo sporti tjetër, është gdhëndja, është skalitja e figurës, si them, gjithë emblematike të qenies së njeriu. Ne shikojmë që në skulpturat e gdhëndura të antikitetit në Romën e Lashtë, në Athinë, ne shikojmë tek njeriu vitruvian, pra të Darwinit, dhe gjithmonë ne shikojmë që lidhja e estetikës me qenien e njeriut, me potencialin e tij, ndërthuren shumë bukur bashkë. Tani, në rrugtimin tim, unë jam munduar ta shikoj gjithmonë sportin e bodybuildingut si një promovim, pra si pjesë të diplomacisë publike që ne quajmë, e cila lidhet me përfaqësimin më dinjitoz të vendit tonë. Dhe ne vetë si strukturë, dhe jo vetëm populli ynë, shqiptarët e Shqipërisë, po ashtu dhe shqiptarët e Maqedonisë Veriut, po ashtu dhe shqiptarët e Kosovës, po në fakt i gjithë rajoni, i gjithë Ballkani Perëndimor apo Europa Juglindore, në gjenetik të tyre kanë një strukturë të mirë formuar, një strukturë robuste, e cila vlen shumë për sport individuale, sidomos sportet të forcës. Dhe kur ti promovon vlerat më të mira sportive në nivelin ndërkombëtar, unë mendoj se është pjesë e diplomacisë publike dhe ku ka më mirë se të ndërthuret një sport elitar që është bodybuilding dhe fitnessi, që është art, shkencë dhe sport, dhe diplomacia që është maja e politikës dhe maja e promovimit të vlerave më të mira të vendit tënd në arenën ndërkombëtare. Përse pikërisht bodybuildingu, zotrim Marin? Përse pikërisht ky sport? Ndoshta keni pasur edhe shumë dëshirë që të ushtroni ndonjë sport tjetër, mirë po pse ishte fokusi pikërisht në këtë? Them të drejtën, bodybuilding dhe fitnessi më ndodhi shumë spontanisht, madje mund ta lidh, si them, me një kompleks të vetëqenies njerëzore. Duke qenë se babai im është mjek, një nga profesorët e nderuar në fushën e mjekësisë në vendin tonë, dhe nëna ime shkrimtarja Mira Meksi, e cila mbyllej orë të tëra punime në shtëpi dhe kërkonte atë privatësinë, atë qetësinë e saj, dhe gjithmonë unë, shumë i vogël në moshë, më merrte babai gjithmonë me vete, me miqtë e tij, të cilët ishin po ata profesor, mjek, inxhinier të nderuar, por sigurisht kishim një diferencë shumë të madhe në moshë, në të menduar, po sigurisht dhe në fizik. Dhe pjesën e të menduarit apo të burimit të informacionit, unë fillova të ndiqja, edhe pse në moshë fare të vogël, pa arritur ende pubertetin, unë fillova të ndiqja lajme dhe të mirë informohesha për aktualitetin politik, social, kulturor të vendit, që të isha dhe unë pjesë e atyre bisedave sado modeste nga ana ime të rriturve, si ta quaj. Ndërkohë, shikoja një lloj disniveli në pjesën e të dukur, në pjesën e lukut.
Dhe që atëherë fillova të tentoja të ngjaja si të rriturit, duke veshur po them ndonjë kostum të rasta apo duke marrë ndonjë xhaketë të babait, po e kuptoja që ajo më rinte domethënë në mënyrë jo të njëtrajtshme për arsye të fizikut të një të riu të para adoleshente, po i quaj. Kështu që lindi si pjesë e një kompleksiteti stërvitja me pesha, stërvitja në për palestrat e kryeqytetit të Tiranës të asaj kohe, dhe kështu erdhi natyrshëm. Ndërkohë që bodybuildingu është një sport i cili nuk është një sport që mund të mbetet vetëm në nivel individual, dhe pse sport individual, ti kërkon gjithmonë atë ta shfaqësh, kërkon gjithmonë, pra është një lloj droge do i quaja, e cila nuk të lë të qëndrosh në vend. Ti o e lë të sport ose vazhdon fillore dhe kërkon progres të pafund në këtë sport, dhe derisa kërkon të barabitesh dhe të shikosh me të ngjashmit e tu dhe të kuptosh ku je i pozicionuar ti. Dhe kështu lindi dhe pjesa kompetitive dhe derisa arrita, po e them për te modestisë, në nivelet më të larta kombëtare, mbarkombëtare dhe ndërkombëtare në këtë sport. Po ashtu jeni shumë të angazhuar në jetën tuaj profesionale, sportive, por edhe diplomatike. Për pak kohë keni qëndruar në fakt qëndroni në vendlindjen tuaj, mirë po jeni edhe shumë prezent në udhëtime të ndryshme diplomatike. Por keni qenë edhe moderator zyrtar i kampionatit botëror të bodybuildingave në Barcelonë, ku është edhe vendi të themi i duhur dhe vendi më kryesor në botë, qendra e këtij sporti, i cili po ashtu ju kanë zgjedhur që të jeni me të vërtet një ndër moderatorët zyrtar të këtij eventi. Më tregoni pak më shumë për këtë ecuri. Me shumë kënaqësi. Në fakt, karrierën diplomatike kam gati rreth 18 vjet tani, pjesë e shërbimit të jashtëm të Republikës së Shqipërisë si diplomat karriere. Misionet kanë qenë të shumta dhe largësia ndaj vendit tënd ka qenë gjithmonë e madhe, pra unë kam qenë rreth gati një vit e ca, duke filluar që nga Meksika e largët, nga ajo që njihet si kryeqendra, po të them Amerikrave, sepse këtu flas domethënë atë akademinë diplomatike që ne zhvilluam, si të them, ty trajnimet dhe punimet, ishte Akademia Diplomatike Matia Romeros, e cila mbajti një akademi më të mëdha dhe e cila i zhvillonte të gjithë pjesën akademike në atë që njihet Universidad Nacional Autonom de Mexico, i cili ishte mbahesi universiteti më i madh i të gjithë Amerikave, ndaj e theksoi. Më pas unë kam pasur një mision diplomatik në Budapest të Hungarisë, ku kam shërbyer për rreth gati 6 vjet atje, duke mbuluar kështu dhe Vietnamin. Më pas kam shërbyer në ambasadën tonë në Bern të Zvicrës, ku mbuloja dhe Principatin e Liechtensteinit. Ndërkohë, dhe sigurisht pjesa tjetër e kthimit në atë ka qenë në drejtorinë e promovimit ekonomik, në drejtorinë e Bashkimit Evropian, dhe drejtorinë e çështjeve konsullore, dhe në të cilën jam dhe sot e kësaj dite shërbej në vendin tim. Sa i përket pjesës së bodybuilding dhe fitnessit, mbasi unë shpallem në Shqipëri në 2021 kampion kombëtar, kampion absolut, kampion barkombëtar, pa kampion i shumëfisht, shkoj dhe përfaqësoj Shqipërinë në aktivitetin Diamond Cup Lesufonia and Elite Pro World Championship, kampionatin botëror të ligës profesioniste dhe kupën e diamant në Portugali, ku shpallem kampion në kategorinë time, dhe me gjithë respektin dhe konsideratën që nga vendi ynë apo nga treva tona doli një kampion i tillë, por duke futur këtu ndërthurur dhe pjesën e figurës time, e cila vinte si një figurë e botës së diplomacisë apo politikës, siç e quajnë ata, dhe pse diplomacia dhe politika jo shpeshherë gërshetohen, dhe pse diplomacia është maja, është pjesa më fine, më e lartësuar e politikës ndërkombëtare, po jo e politikë bërjes së drejtë për drejtë lokale. Fakti që unë isha në një moshë, po them unë ty, mesobur, po i quaja, pra dhe jo një i ri adoleshent që ushtronte këtë sport, fakti që unë kisha dhe një rupturë muskulare në pjesën e pektoralit të majt, të gjitha këto e bën akoma më interesante pjesën e figurës time, e cila i shërbeu shumë botës së bodybuildingut dhe sport dhe fitnessit dhe gjithë sportit në mbar botën për të promovuar sportin, sepse nuk është rëndësi që ti të jesh sportist ka pafund, kampion ka pafund, shumë herë më të mirë se unë, shumë herë më të mëdhenj se unë.
por e gjithë kompleksi i figurës time bëri të mundur që sytë të ktheheshin tek Shqipëria, tek unë personalisht dhe ke mënyra se si kjo federat botërore i flet shoqërisë civile. Është shumë e rëndësishme që ti t'i flasësh dhe atij që është një intelektual, e para punës të thyesh një tabun, që tabun e cila e ndjek historikisht një sportist, apo për më tepër një sportist të sporteve të rënda, që i jep gjithmonë të konnotacionin që është njëri me muskuj apo njëri me forcë fizike, por asgjë tjetër. Dhe këtu kthyet një tabu shumë e madhe. Për më tepër i thua dhe dikujt që ka një handicap të caktuar fizik, ti thua që dhe ti mund të bësh se ky zotëria u bë kampion bote. Dhe një njeriu që është rreth të 35 apo të 40 ti thua që asnjëherë nuk je vonë. Dhe ky zotëri dhe pse ka njëtë që merret me sport, po ka kaq shumë vite i shkëputur nga pjesa kompetitive. Dhe për mos t'u zgjatur tek pjesa Federata Botërore e Bodybuilding dhe Fitnessit, kërkoj që të isha unë drejtuesi i garave më të rëndësishme, duke filluar që nga gara kombëtare, ballkanike, europiane, botërore e të tjerë, dhe kjo ishte një sfidë shumë e madhe, por dhe një stimul dhe një ndihmë shumë e madhe në promovimin e vendit tonë, kur ti thret emrat e sportistëve të tu dhe nuk thua Albania, por thua Shqipëria, është një ndjesje e veçantë në arenën ndërkombëtare kur janë mira sportistët më elitarë më të mëdhenj të botës. Unë jam shumë e sigurt që gjatë gjithë ecurisë tuaj, rrugtimit tuaj në botën e sportit, është shumë e rëndësishme të kemi një mentor, qoftë në drejtim sportiv, apo po ashtu edhe ajo profesional. Ne gjithmonë dallojmë mentorët tanë, të cilët me të vërtetë janë shtylla kryesore, të cilët na motivojnë dhe na inspirojnë çdo ditë që ne të punojmë dhe të bëhemi të zotë të vetes, mirë po të i bëhemi verzioni më i mirë i joni. Zotëri Marin, për ju cili ka qenë mentori juaj, i cili me të vërtetë ka ndikuar shumë në motivimin dhe ecurin tuaj për gjatë gjithë viteve që jeni marrë me sport? Të them të drejtën, unë e ndaj pjesën e mentorisë, nëse e quajmë kështu, sepse unë mentor në jetë, unë kam pasur gjithmonë figurën amësore, që është figura e nënës time. Jo vetëm për arritjet e saj në aspektin e parë si nën, në aspektin e dytë si grua, në aspektin e tretë si familjare, dhe pastaj në pjesën artistike, në pjesën e publicistikës dhe në gjithçka tjetër që ka bërë. Por është e lidhja kryq e nënës me djalin. Dhe për më tepër unë besoj fort, unë jam shumë feminist në koncept dhe në doktrinë, për arsye se besoj shumë në figurën e femrës dhe në forcën e femrës. Dhe pse shoqëria në gjithë epokat e saj mendoj se shpeshherë patriarkati ka qenë në një farë mënyre e ka impostuar sadopak dhe e ka devijuar për hir të forcës fizike, unë besoj shumë në forcën e mendjes, në telepati, në intuitën, në krijimin e jetës brenda jete, dhe ndaj unë quaj gjithmonë femrën si gjysmë perëndi, dhe pa dashur të zgjatet më, mentori im në jetë për hir të jo vetëm dashurisë, por dhe të gjithë meritave, dhe sa thash pak më lart, ka qenë gjithmonë nëna ime. Në të gjithë, sepse çështja është filozofike, emocionale, ndjesie, dhe jo shumë pjesa, sigurisht shoqërohet me didaktikë, pa diskutim, eksperiencë, gjithçka. Dhe kur ti merr filozofia mendoj se është po e njëjtë, e cila është punë dhe vetëm punë. Duke vepruar me ndershmëri, duke vepruar me drejtësi, këto janë ato që mësohen në familjes shqiptare. Dhe nuk ka mentori më të mirë se parimet universale të drejtësisë, së barazisë dhe të vëllëzërisë. Kjo ishte me të vërtet një ndër mesazhet më të bukura që ne sot kemi dëgjuar, sepse është me të vërtetë lidhshmëria e prindërve nënës në këtë rast, e cila me të vërtetë mund të motivojë, të inspiron një fëmijë me të gjitha mbështetjen që ato ne na shprehen dhe na japin. Unë dua që, sepse pak më parë përmendet shumë të themi udhëtime zyrtare, po ashtu të gjitha ecurinë tuaj në botën diplomatike, disa që ndat me ne. Unë dua të di pak a shumë cilën do ta veçonit pak ndoshta më shumë se të tjerat, sepse dua të di më shumë cili ka qenë mesazhi që keni marrur ju personalisht nga ndonjë udhëtim i cili ka qenë zyrtar, mirë po që ju ka lënë mbresa të themi pak më shumë se të tjerat. Një gjë shumë interesante më ka ndodhur gjatë misionit tim në Bern të Zvicrës.
Do kemi parasysh familja ime vjen nga një prej familjeve më të vjetra të fisnikrisë europiane dhe këtë theksoi gjithmonë si pjesë krenarie, detyrimi por dhe përgjegjësie që kam unë dhe që më mbashtohet mua. Por pa haruar faktin se unë jam studiues i heraldikës, pra e kam në mënyrë profesionale dhe ndaj gjithmonë e theksoj se shpeshherë kjo mund të duket, por është shumë e rëndësishme të dihet që vendi ynë Shqipëria apo Arbëria apo Iliria, mund të quajmë të gjithë emrat që janë emërtuar këto troje në ndër shekuj, kanë pasur elitën e tyre, kanë pasur fisnikritë e tyre të barabitur me fisnikritë e tjera. Dhe një nga paraardhësit e mi, sepse unë kam mbajnë bjemrin Bua, Bushiç dhe Meksa apo Meksi. Si pas vëndeve, si pas kohëve dhe llogarit në një pegë gjeologjike prej mbi 1000 ca vjet që unë kam të dokumentuar, dhe Mërkur Bua, që pak njihet në historinë e Shqipërisë, pra ne dim që buat ne njohim nga familja Bua, ne njohim Gjimbu e Shpatën, pra despotin e artës. Ndërkohë, akoma më i famshëm ka qenë Mërkur Bua apo Muriq Bua, i cili ishte një stratiot. Stratiotët ishin profesioni kohës, ishin mercenar general të cilët kishin ushtrinë e tyre dhe ofronin shërbime ushtarake për mbretërit e mëdhenj. Dhe për fat apo jo vetëm për fat, por me shumë zotësi dhe me shumë strategji lufte, ku shkonte Mërkur Bua shkonte fitoria. Pra mundi francezët, mundi anglezët, mundi spanjollët, mundi gjenovezët, i shpëtoi jetën papës së Romës, betejën me mbretërit e Hollandës, me mbretërit e Gjermanikës, me dukën e Milanos, pra në gjithë mbretërit e kohës që Mërkur Bua përballej, fitoria shkonte në krahun e tij. Dhe i njohur si një nga strategët më të mëdhenj dhe generalet më të mëdhenj që ka njohur historia e njerëzimit. Dhe për i adhoi, bëhet beteja të mëdhenjve, ku bëhet në teritorin helvet, në teritorin e Zvicrës së sotme, dhe ku mbeten dhe ndahet bota antike në dy pjesë. Dhe sigurisht përsëri fitoria shkon në kampin e Mërkur Buës dhe 13.000 ushtar helvet zviceran besin të vrarë në fushë betejë. Dhe që prej atëherë Zvicra ka atë që njihet domethënë dhe sot domethënë neutraliteti prej gati mbi 500 vjet neutralitet. Dhe ajo kur morëm vesh që në këtë mision ka ardhur një nga pinjollët e Mërkur Buës, ishte një pritje shumë e veçantë, po pjesa më emocionuese, e cila shkon për për heroin to kombëtar Gjergj Kastriotin, ku në Gjenevën e pushtuar dhe e zaptuar të mesjetës, shpërndahen disa fletushka, të cilat i thonin, hidheshin nëpër rrugë dhe thonin që në një vend shumë të vogël, në Arbëri, ishte një luftëtar shumë i madh, i cili me pak popull arriti të bëj ballë hordisë turke. Domethënë otomane po e quaj. Dhe kjo gjë ngriti si themu ty ndërgjegjen popullore në Gjenevë, dhe Gjeneva u bëri kryengritje ndaj pushtimit, dhe nuk ishte gjë më të madhe se të ndjej këtë krenari për herojtë të kombëtarët për vendin tënd. Është me të vërtet një histori mjaft e bukur, të cilën e keni përjetuar ju dhe po e ndani eksperiencën tuaj me ne, dhe jam shumë sigurt që keni edhe shumë eksperjenca të tilla të cilat ju kanë lënë mbresa juve dhe jam shumë e lumtur që i mbani fort afër jush. Unë dua të di zotëri Marin, cilat janë të themi planet e juaja për vazhdimsi, pra do të fokusoheni pak më shumë në sport, do të jeni po ashtu edhe normalisht jeni të fokusuar edhe në drejtimin tuaj zyrtar dhe diplomatik, mirëpo si janë planet e juaja në vazhdim? Sigurisht, unë basi mora si them gjithçka që doja apo që mundet të merrje nga bodybuilding dhe fitnessi, si në aspektin sportiv dhe në aspektin zyrtar, unë jam pozicionuar gjithmonë në pozicion dhënës, si në aspektin e bodybuilding dhe fitnessi në organizimet organizuam së bashku me miqtë e mi të Fit Zone, organizuam kampionatin europian, Kupën e Europës në Shqipëri, në bodybuilding dhe fitness, në mundjen e krahut, në arm wrestling, në powerlifting, në strongest man dhe në atë që u bë si themun ty feria më e madhe e sportit me produktet në Shqipëri, në pallat kongreseve, me mbi 1000 sportistë ardhur nga gjithë bota, me zyrtarët më të lartë sporteve të forcës, me mediat më të
mëdha dhe u bë një promovim i jashtëzakonshëm i Shqipërisë në kohën që Tirana ishte kryeqyteti evropian i sportit. Po kështu ne kemi vendosur të bëjmë dhe akademinë sportive IFBB në Shqipëri, po ashtu të vazhdojmë me organizime të tilla në nivel ndërkombëtar që vendi ynë të arrijë majat e saj. Gjithashtu i kam plan në pjesën diplomatike të sigurisht të ndjek me përsosmëri dhe me shumë angazhim të gjithë linjën diplomatike të Republikës Shqipërisë, si në aspektin e Kosovës, e mbështetjes Kosovës, e njohjes së Kosovës, në atë që është qëllimi kryesor i Shqipërisë, bërja pjesë e ombrellës së madhe të Bashkimit Evropian, tashmë janë çelur negociatat, kapitujt po merren një nga një, ndërsa në aspektin e mësimdhënies vazhdoj përditje dhe jap më të mirën time me studentët, si brenda dhe jashtë vendit. Në aspektin e heraldikës dhe historiografisë, po tentoj të krijoj një deg të asociacionit ndërkombëtar të titujve të fisnikrisë, siç e thash pak më parë, për t'i dhënë të kuptojnë dhe për të zbuluar vërtet pinjollët e fisnikrisë shqiptare, aristokracisë shqiptare, e cila ka qenë, sepse duket ne ndonjëherë bëjmë dhe armik të vetes tonë, duke mohuar apo duke anatemuar vlerat më të mëdha. Sigurisht që ne shqiptarët e Shqipërisë në 50 vjet komunizëm u anatemua komplet gjithçka, madje ishte duke si antivlerë që ti të kishe një prejardhje të ndritur tënden, por mos harrojmë ne kemi qenë parabitur me fisnikrinë europiane, ne që në kohën e Skënderbeut, po dhe më herët, por dhe më vonë, kemi marrë dhe kemi dhënë me familjet fisnike europiane. Kemi qenë të barabitur me ta, kemi qenë në luftra krah me krah tyre. Arbëria, Gjergj Kastrioti është konsideruar princi i kristianizmit, i bëri ballë Portës së Lartë e të tjerë. Dhe për të përfunduar dhe në aspektin tim të pjesës së masonerisë së lirë, për t'i treguar dhe për të zbardhur gjithë keqkuptimet që politika dhe, si të them, regjime totalitare që kanë ndjekur njerëzimin në këto 1000 vite, pra monarkitë, perandorit, komunizmi, nazizmi, fashizmi e tjerë, dhe armiku kryesor të tyre kanë pasur masonerinë, e cila ishte pro humanizmit. Të gjithë këtë dhe keqkuptimet që kanë ndodhur dhe me pjesën religjioze, me pjesën klerike, jam munduar dhe po mundohem t'i shpjegoj dita ditës që mos krijojnë keqkuptime, për arsye se ky urdhër, kjo vllazëri është ajo që ka sjellë që pavarësinë e Shqipërisë, që gjithë ndryshimet e regjimeve totalitare dhe kthimin në humanizëm, në liri, në demokraci, në vllazëri, në barazi, do të filluar që me Filikjet e Liria në Greqi, me revolucionin grek, me revolucionin me lëvizjen Xhon Turke, përsëritjen e Kemal Atatürkut në krye të Turqisë moderne, për gjithë revolucionin francez, 15 president Shtetet Bashkuar, njerëzit më të ndritur të kombeve, duke filluar që nga George Washingtoni, Abraham Lincolni, dhe duke kaluar më pas tek të gjithë krerët më të lartë të shteteve apo artistët dhe shkencëtarët më të mëdhenj, Koperniku, kalojmë me Da Vinci, kalojmë me Galileo Galilei dhe deri tek Picasso, Mozarti, Beethoveni e tjerë. Jam shumë e sigurt që kemi caktuar edhe temën e ardhshme kur t'ju kemi edhe në studio drejt për drejt, sepse jam shumë e sigurt që do t'ju kemi edhe një herë si pjesë të emisionit tonë të ritmit të ditës, mirë po jemi ne në minutat e fundit të ditës së sotshme. Unë ju falenderoj shumë që ishit bashkë me ne, që ndatë të gjithë të themi ecurinë, jetën tuaj personale dhe profesionale, qoftë ajo të diplomacisë, po ashtu edhe të bodybuildingut. Mirë po, unë ju bëj një ftesë publike që nga tani që të jeni edhe prezent këtu, të vizitoni edhe Shkupin e bukur, pasi që kemi nevojë për shumë personazhe për të rrëfyer me shumë tema të ndryshme që keni sjellur edhe ju sot. Ju faleminderit shumë për kohën. Faleminderit ju për gjithçka, me shumë kënaqësi e pranoj ftesën. Faleminderit, ishte kënaqësia jonë.